Izraeli, pavarësisht nga sipërfaqja relativisht e vogël, ushtron ndikim të rëndësishëm në skenën globale kryesisht për shkak të inovacionit teknologjik, fuqisë ushtarake dhe rëndësisë politike. Në sektor si farmaceutika dhe bujqësia konsiderohet lider për rajonin dhe të ardhurat për frym janë të larta. Ushtria izraelite është shumë e aftë dhe teknologjikisht e avancuar, me një forcë mbrojtëse të spikatur dhe një arsenal bërthamor të pakonfirmuar zyrtarisht. Ndikimi politik dhe kryesisht i përqendruar në lindjen e mesme, ku vendi luan një rol të rëndësishëm, megjithse veprimet e Izraelit shpesh janë objekt debatesh ndërkombëtare. Arma më e fortë e influencës së vendit është prania dhe ndikimi i lobeve izraelite në shumë shtete të botës. Arabia Saudite mban një pozicion unik në skenën globale, kryesisht për shkak të rezervave të saj të mëdha të hidrokarbureve, të cilat përkthehen në ndikim të rëndësishëm ekonomik dhe politik. Ajo është një nga prodhuesit dhe eksportuesit më të mëdhenj të naftës në botë, dhe vendi pozicionon në mënyrë aktive për të diversifikuar ekonominë përmes nismave si Vizioni 2030, e cila synon zhvillimin urban, turizmin dhe të tjerë sektor. Arabia Saudite ka një ushtri moderne dhe të pajisur mirë, me blerje të konsiderueshme të armatimit avancuar nga vendet perëndimore. Siguria rajonale dhe e botës arabe në tërësi përtej dinamikave të shumta të lidhura në kontekstin historik është solide falë ndikimit të Arabisë Saudite. Lidhjet e saj me Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë e tjera perëndimore janë shumë të ngushta dhe influenca kulturore e Arabisë Saudite është e lidhur kryesisht në rolin e saj si vendlindja e Islamit dhe vendodhjen e Mekës dhe Medinës. Japonia mbetet një fuqi e rëndësishme globale me gjithë luhatjet e shumta falë ekonomisë së saj të përparuar, kapaciteteve teknologjike dhe ndikimit unik kulturor. Të dhënat e fundit tregojnë se ajo ka rënë në vendin e 4 më të madh në botë për sa i përket teknologjisë dhe aplikimit të saj, duke u tejkaluar nga Gjermania, por gjithsesi ruan një shkallë zhvillimi të konsiderueshëm, veçanërisht në prodhimin e automobilave, elektronikës dhe robotikës me cilësi të lartë. Japonia zotëron një ushtri moderne dhe të pajisur mirë, të njohur si forcat e vetëmbrojtjes, pasi nga pikpamja ligjore vendi është i kufizuar në kapacitetet ushtarake për shkak të traktatave të pasluftës së dytë botërore. Në politikat diplomatike dhe ekonomike të Azisë Lindore dhe tregtisë ndërkombëtare, roli i Japonisë është shumë i rëndësishëm. Ndikimi kulturor është gjithashtu thelbësor, veçanërisht në industritë kreative, dizajn apo kulinari. Kultura pop japoneze ka fituar ndjekës masiv në mbar botën. Sfidat më të rëndësishme për vendin në terma afatgjat janë plakja e popullsisë dhe rënja e nivelit të lindjeve. Franca është gjithmonë prezente në shumë çështje globale. Pozicion ky i karakterizuar nga ekonomia e fortë dhe e larmishme, potenciali ushtarak dhe ndikimi i qëndrueshëm politik dhe kulturor. Ajo ka disa pika të forta në sektor të ndryshëm si hapësira ajrore, farmaceutika, mallrat luksoze dhe turizmi. Këto e rendisin ndër vendet më të rëndësishme në ekonominë europiane dhe në Eurozonë. Në fushën e sigurisë, ajo ka një ushtri moderne dhe të pajisur mirë, duke përfshirë një arsenal të konsiderueshëm bërthamor. Trashëgimia kulturore e Francës është shumë e pasur, me kontribute të rëndësishme në art, letërsi, filozofi dhe mod. Lidhjet e saj historike me ish kolonit në Afrikë vazhdojnë të formosojnë politikën e saj të jashtme dhe t'i garantojnë një vend të rëndësishëm në vendimarrjen e këtyre shteteve. Korea e Jugut është shfaqur si një lojtar i rëndësishëm në skenën botërore e nxitur nga rritja e saj e jashtëzakonshme ekonomike, ushtria e fortë dhe ndikimi kulturor gjithnjë më i spikatur. Korea është eksportues kryesor i elektronikës, automobilave dhe pajisjeve ndihmëse për teknologjinë. Nga pikpamja ushtarake, ajo është e mirë pajisur kryesisht për shkak të tensioneve të vazhdueshme me Korenë e Veriut. Në politikën e jashtme dhe tregtinë ndërkombëtare, Korea e Jugut është një lojtar i rëndësishëm për të gjithë Azinë Lindore dhe rajonin. Kjo edhe fal lidhjeve të forta diplomatike me Shtetet e Bashkuara dhe të tjera vende të zhvilluara perëndimore. Suksesi i saj ekonomik është i lidhur ngushtë me industrinë e saj të orientuara nga eksporti.
Gjermania është një fuqi e madhe europiane me një ekonomi të fortë dhe ndikim të rëndësishëm politik, veçanërisht brenda Bashkimit Evropian. Ajo ka ekonominë më të madhe në Europë, të katërtën më të madhe në botë dhe është një eksportues kryesor veçanërisht i mallrave të prodhuar si automobila dhe makineri. Ushtria gjermane është moderne dhe e pajisur mirë, por madhësia dhe aftësitë e saj janë relativisht më të vogla në krahasim me fuqitë e tjera të mëdha. Historikisht, për shkak të luftës së dytë botërore, Gjermania ka pasur kufizime të paracaktuara në fuqinë e saj ushtarake. Megjithatë, këto kufizime po moderohen dhe po ndryshojnë. Duke qenë anëtare udhëheqëse e Bashkimit Evropian, ajo luan një rol vendimtar në formësimin e politikës së Bashkimit Evropian, G7-s dhe shumë organizatave të tjera ndërkombëtare. Prania diplomatike e saj në çështjet globale është një rëndësi të veçantë. Letërsia gjermane, muzika klasike dhe filozofia kanë pasur një ndikim të rëndësishëm në kulturën perëndimore. Britania e Madhe, megjithse nuk është më një superfuqi globale në të njëjtën përmas si Shtetet e Bashkuara apo Kina, ende ruan një prani të konsiderueshme në skenën botërore. Ajo ka një ekonomi të konsiderueshme për të zhvilluar, me sektor të fuqishëm financiar, ato të shërbimeve dhe në industrinë e argëtimit, duke u renditur ndër më të mëdhat në botë. Ushtria moderne dhe e mirë pajisur, duke përfshirë një arsenal të madh bërthamor, e bën një ndër anëtarët e NATO-s me rol të rëndësishëm në operacionet ndërkombëtare të sigurisë. Ndër të tjera, ajo eksporton shumë nga pajisjet ushtarake dhe teknologji ndihmëse për këto të fundit. Anëtare e G7-s dhe organizatave të tjera ndërkombëtare me një histori të gjatë të marrëdhënieve diplomatike e bëjnë faktor të rëndësishëm në çështjet globale. Marrëdhënia speciale me Shtetet e Bashkuara është një pjesë e madhe e ndikimit politik të Britanisë dhe gjuha angleze është padyshim një gjuhë globale dhe me ndikim të rëndësishëm kulturor. Muzika, letërsia, filmi dhe televizioni britanik janë gjithashtu teje të njohura. Në fushën e kulturës dhe edukimit, një peshë me rëndësi zën universitetet, të cilat tërheqin student nga e gjithë bota. Rusia në skenën botërore ka një rol kompleks, të karakterizuar nga fuqia e saj e rëndësishme ushtarake, burimet e konsiderueshme natyrore dhe përpjekjet për të ruajtur ndikimin politik dhe kulturor, pavarësisht nga një GDP relativisht më e vogël krahasuar me ekonomitë kryesore të botës. Ekonomia e saj është shumë e varur nga burimet natyrore, veçanërisht nga nafta dhe gazi, duke e bërë atë të pambrojtur ndaj luhatjeve të çmimeve globale të energjisë. Sanksionet ekonomike të vendosura nga vendet perëndimore si pasojë e ndërhyrjeve ushtarake të Rusisë në disa shtete kanë pasur gjithashtu ndikim në rritjen ekonomike. Trashëgimia kulturore është shumë e pasur, me kontribute në letërsi, muzikë dhe art. Megjithatë, prej kësaj të fundit në shekullin e 21 është më pak i përhapur se ai i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ose disa vendeve të tjera. Kina dhe ngritja e saj në skenën globale shënohet nga rritja e shpejtë ekonomike, rritja e kapaciteteve ushtarake dhe zgjerimi i ndikimit politik dhe kulturor. Vendi ka ekonominë e dytë më të madhe në botë dhe potenciali i saj vazhdon të rritet. Fuqia ekonomike është shtysë kryesore e ndikimit të saj global, veçanërisht në tregti dhe investime. Iniciativa e konceptuar në vitin 2013 e quajtur Belt and Road është një shembull kryesor i ndikimit ekonomik të Kinës dhe që synon të ndërtojë infrastrukturë dhe rrjete tregtare në 150 shtete, duke përfshirë të gjithë Azinë, Afrikën dhe Europën. Ushtria ka potencial të madh dhe po modernizohet me shpejtësi. Kina ka investuar shumë në teknologjinë e avancuar ushtarake, duke përfshirë aftësitë detare, fuqinë ajrore dhe sistemet raketore. Tjetër rol i rëndësishëm është anëtarësimi i përhershëm në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, duke i dhënë asaj ndikim të rëndësishëm gjeopolitik global. Ndikimi kulturor i vendit po rritet, i nxitur kryesisht nga fuqia ekonomike dhe rritja e angazhimit global. Filmat kinez, shfaqjet televizive dhe produkte të tjera kulturore po fitojnë popularitet në disa rajone. Shtetet e Bashkuara kanë një pozicion unik në botë, i karakterizuar nga ekonomia, fuqia jashtëzakonshme ushtarake dhe ndikimi i rëndësishëm politik dhe kulturor. Forca ekonomike i jep Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndikim të konsiderueshëm në tregtinë dhe financat globale, duke krijuar gjithashtu mundësi për shpenzime të mëdha në shumë fusha, ku përfshihet ushtria, e cila konsiderohet ndër më të fuqishmet në botë. Shtrirja e bazave të saj ushtarake lejojnë të projektojë strategji globale dhe të luajë një rol të rëndësishëm në sigurinë ndërkombëtare të shumë shteteve. SBA-ja
luan një rol udhëheqës në organizatat më të mëdha ndërkombëtare si Kombet e Bashkuara, NATO dhe Organizata Botërore e Tregtisë. Rol ky që e shton ndikimin politik dhe rëndësinë në marrëdhëniet diplomatike. Ndikimi kulturor është i përhapur duke influencuar në industrinë globale të argëtimit, modës, teknologjisë dhe konsumit në tërësi. Filmat amerikan, muzika, shfaqjet televizive dhe fast food janë të njohura në mbar botën. Populariteti i këtyre produkteve kulturore kontribuon në përhapjen e vlerave dhe stileve të jetesës amerikane.